Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët. Sot do të flasim për diçka që prek çdo që punon nën presion, si mund t'i kthejmë gabimet në aleatët tanë më të mirë, sidomos në mjedise me ritëm të shpejtë. Le të zbulojmë së bashku se si të ndryshojmë qasjen tonë për të arritur performancë të lartë. Po, kjo fjali e përmbledh në mënyrë perfekte. Ideja që profesionalizmi do të thotë të jesh perfekt është thjesht një mit. Në botën reale, dhe veçanërisht në një ambient si kazinoja, gjëja më e rëndësishme nuk është të mos bësh kurrë gabime, por të mësosh nga çdo gabim, pa u dorëzuar. Imagjinoni pak atë atmosferën elektrizuese të një kazinoje. Çdo kartë që ndahet, çdo fish që lëviz, çdo ndërveprim, gjithçka ka peshë. Në një mjedis kaq dinamik me kaq shumë adrenalin, gabimet janë praktikisht të pashmangshme. Pyetja e vërtetë është, çfarë bëjmë kur ato ndodhin? A i lëm të na tërheqin poshtë, apo i përdorim si një mundësi për të rritur? E gjitha kjo varet nga mënyra se si e kemi programuar trurin ton. Mund ta mendojmë si dy sisteme operative të ndryshme. Mënyra se si reagojmë ndaj një sfide, një gabimi apo një kritike varet tërësisht nga cili sistem operativ po përdorim në ato moment. Le t'i shohim pak më nga afër. E para është mendësia fikse. Kjo është si një kuti ku e mbyllim veten. Është ai zëri i brendshëm që na thotë se talenti dhe aftësitë janë diçka me të cilën lindim dhe nuk mund të ndryshojnë. Pra, kur ndodh një gabim, ai zë e përkthen si një dështimi personal, si një provë se nuk jemi mjaftueshëm të mirë. Kjo frikë na bën të shmangim sfidat dhe na mban në vend. Dhe këtu dallimi është si nata me ditën. Në njërin anë kemi një rrugë që të çon drejt ngeqjes, ku sfidat shmangen dhe kritikat injorohen. Në anën tjetër kemi një rrugë tjetër, një shteg plot sfida sigurisht për që të çon drejt zhvillimit dhe rritjes. Pra dy rrugë, dy destinacione krejtësisht të ndryshme. Okej, mjaft me teori tani. Le të zbresim në terren dhe të shohim se si funksionojnë këto dy mendësi në praktik. Do të shohim se si përballë të njëjtave situata, në role të ndryshme brenda një kazinoje, këto dy botë kuptime krijojnë rezultate krejtësisht të kundërta. Dhe fillojmë me rolin e parë, dealeri. Ky pozicion është një balancim i jashtëzakonshëm. Kërkon shpejtësi, saktësi absolute edhe një qetësi totale, dhe gjithë këtë ndërkohë që çdo palë sy në tavolinë janë të përqendruar te çdo lëvizje e duarve. Shikoni pak kontrastin. E njëjta situatë, një klient i paduruar ose një gabim i vogël teknik. Dealeri me mendësi fikse tensionohet, bëhet mbrojtës, ndërsa dealeri me mendësi të rritjes e sheh si një test, një mundësi për të forcuar qetësinë dhe për të analizuar se çfarë mund të përmirësojë. Njëri sheh një krizë, tjetri një mundësi stërvitjeje. Okej, nga adrenalina e lojës, shkojmë te zemra financiare e operacionit, arketari. Këtu presioni është i një lloji tjetër. Çdo shifër ka rëndësi, çdo transakcion duhet jetë i saktë. Këtu, saktësia është gjithçka. Dhe këtu qëndron një ndryshim thelbësor. Ku ndodh një gabim, reagimi i parë i mendësisë fikse është ta fshehësh, nga frika, por një arketar me mendësi të rritjes mendon ndryshe. Ai e sheh gabimin jo si një faj personal, por si një të dhënë, një sinjal se sistemi mund të përmirësohet. Në vend që të fsheh problemin, ai e përdor për të ndërtuar një sistem më të fortë për të gjithë. Tani, le të kalojmë në një botë tjetër, ato të syve që shohin gjithçka, survejimi. Ky është një rol që kërkon vigjilencë maksimale dhe një aftësi të pabesueshme për të dalluar detajin më të vogël, anomalin më të lehtë në një det informacioni. Dëgjoni pak dialogun e brendshëm. Kur humbet një incident, mendësia fikse thotë: "Nuk jam i aftë për këtë." Fund historie. Mendësia e rritjes pyet: "Çfarë më shpëtoi? Si mund ta stërvis syrin dhe vëmendjen për të qenë më i mprehtë herën tjetër?" Është kalimi nga të qenit një gjykatës i vetes në të qenit një trajner i vetes. Dhe tani, shkojmë në vijën e parë të frontit, fytyra e parë që sheh çdo kush, recepcioni. Këta janë diplomatët e shtëpisë, ata që përballen me gjithë spektrin e emocioneve njerëzore, nga gëzimi i një fituesi te frustrimi i një humbsi. Një person me mendësi të rritjes në këtë pozicion nuk sheh një klient të vështirë, por një mundësi për të demonstruar aftësi të shkëlqyera komunikimi. Çdo ankesë kthehet në një shans për ta zgjidhur problemin dhe për të fituar besimin e klientit. Kështu ndërtohet reputacioni, një bisedë në një kohë.
Le të kalojmë tani tek ata që orkestrojnë atmosferën dhe energjinë e vendit, stafi i barit dhe shërbimit. Këtu shpejtësia, memoria dhe aftërsitë sociale duhet të kombinohen në një performancë të vazhdueshme. Le ta mendojmë kështu. Një banaker thjesht të jep një pije. Një banaker me mundësi të rritjes bën më shumë. Ai krijon një përvojë. Ai mban mend porosinë e preferuar të dikujt, bën një bisedë të shkurtër dhe e kthen një transakcion të thjeshtë në arsyen pse një klient zgjedh të kthehet përsëri. Dhe për të mbyllur ciklin e roleve, shkojmë te heronjt e prapaskenës, slot attendant. Ata janë njëkohësisht mekanikët e makinerive dhe diplomatët që menaxhojnë pritshmëritë e lojtarëve. Një kombinim vërtet i veçantë aftësish. E shikoni thelbin këtu. Është kalimi nga pyetja kush e ka fajin te pyetja si mund ta zgjidhim këtë. Mendësia fikse kërkon fajtor dhe justifikime. Mendësia e rritjes kërkon zgjidhje dhe merr përgjegjësi. Ky është ndryshimi thelbësor. Por, e gjithë kjo nuk ka shumë vlerë nëse është vetëm një përpjekje individuale. Fuqia e vërtet çlirohet kur kjo mendësi bëhet pjesë e kulturës së gjithë ekipit. Kur vendimi i punës kthehet në një lloj palestre mendore, ku të gjithë inkurajohen të stërviten dhe të bëhen më të mirë së bashku. Dhe kjo natyrisht nis nga lart. Menaxhmenti luan rolin kryesor. Ata janë ata që vendosin nëse një gabim do të shihet si një dështim apo si një mundësi për të mësuar. Kur leadershipi krijon një mjedis ku feedbacku është konstruktiv dhe ku shpërblehet përpjekja për t'u përmirësuar, atëherë fillon të ndodh transformimi i vërtet. Okej, tani që kemi kuptuar teorinë dhe kemi parë shembujt, pyetja është, çfarë bëjmë konkretisht? Ja ku vjen një mjet shumë praktik, një proces me 5 hapa për t'u përdorur pas çdo situate të vështirë për të nxjerrë mësimin e duhur. Ky nuk është thjesht një listë pyetjesh, është si një busull që ndihmon për të kaluar nga nxehtësia e momentit, nga reagimi emocional, në një analizë të qetë dhe konstruktive. Të ndihmon të distancohesh nga situata dhe ta shohësh qartë se çfarë mund të përmirësosh për të ardhmen. Një mjet vërtet i fuqishëm. Sepse në fund të fundit, cilësia e vërtetë e një operacioni nuk qëndron te dekori apo te pajisjet. Ajo qëndron te cilësia e njerëzve që përballen me presionin çdo ditë. Aty, në aftësinë e tyre për të përshtatur, për të mësuar dhe për të rritur, aty lind profesionalizmi i vërtet. Dhe kështu e mbyllim me këtë pyetje, që është më shumë një sfidë personale, jo në të ardhmen e largët, por në turnin e ardhshëm. Cila është ajo gjë e vogël, konkrete, që mund të bëhet ndryshe për të përmirësuar, sepse rruga drejt mjeshtrisë nuk fillon me hapa gjigant, por me një vendim të vetëm. Vendimin për të qenë pak më i mirë se dje.